rritjen prej 1.1 trilion dollarësh në forcat armatosore të gjitha vendet anëtare të NATO-s. Në këtë kuadër shkon edhe deklarata apo qendrimet e kancelarit gjerman, në këtë kuadër shkojnë edhe deklaratat e sekretarit përgjithshëm të NATO-s, sepse ajo çfarë ata dinë dhe kanë kuptuar, ndoshta edhe nga informacionet konfidenciale që kanë nga shërbimet e tyre, është që nëse Rusia do lejohet të ketë sukses, të fitojnë në Ukrainë, atëherë nuk do ndalet aty. Dhe në një kuadër kur kemi një tërheqje të Shtetet Bashkuara të Amerikës, vendet e Bashkimit Evropian ose pjesa europiane e NATO-s, të gjithë veç po të mblidhen një shumë të fuqishëm, por është mungesa e koordinimit midis dhe planifikimit midis tyre. Kështu që të gjitha këto deklarata janë edhe për të justifikuar rritjen e buxhetit të mbrojtjes, që në një mënyrë ose një tjetër këto para do duhet të merren nga zëra të tjerë buxhetor për t'i kaluar mbrojtjes. Kështu që është një çik retorik e egzageruar, po prapë është brenda kuadrit të perspektivës së përgjithshme të kthimit të Europës në një qendër, po themi jo autonome, po në një qendër jo tërësisht në varësi të Shtetet Bashkuara të Amerikës, që kuptohet në mbikëqyrjen e SBA-ve, sidomos në mbikëqyrjen ajrore dhe detare, do mund të bëjë ballë çdo sfide, jo vetëm të Rusisë, por edhe vendet të tjera. Po dhe do forconte edhe pak Bashkimin Evropian, që ne dimë